Kjo situatë politike e vërteton atë se çfarë thoni ju. Kjo situatë politike tregon që shteti i Kosovës, qeveria e Kosovës, ata që udhëheqin këtë vend, nuk e ka një shqetësim i cili duhet të ishte themelor para se çfarë po ndodh në procesin e Hag, veç ata nuk janë si individ e prokurorit të UÇK-s, zoti Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi nuk janë si individ, po janë në mbrojtje të një kauze të shenjtë, e cila kauzë qëndron në themelet të lirisë dhe themelet të pavarësisë. Nuk do të kishte Kosovë të lirë, as të pavarur, pa luftën tonë për çlirim. Dhe ne jemi populli i fundit në Ballkan, të cilët bën luftën e tyre për çlirim dhe për pavarësinë, se të tjerët i përfunduar në fillim të shekullit 20 apo të shekullit 19, ne jemi të fundit si pjesë e kombit shqiptar që e vazhduam këtë luftë.